Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Do ta kthejmë në kohë Evliana Beranin, por fillimisht do ta ushqejmë. Wow. Kjo është e jotja. Faleminderit. Wow. Fantastike. Na falni shikues se di që jeni unë, po emisioni Shija e anës është sapo ti hapni syt me ju unë tu. Më mirë është një kopili se 100 trimni. Pse? Shumë ngjarje, shumë momente, shumë takime. Gonxhe Bojaxhiu ke qenë atje në Kalkuta të Indis, që ai kishe kom tranzistorin në shikus. Dëgjues të dashur kudo që jeni, mirë mbrëma. Është ky emisioni i parë i Radio Evropës së Lirë në gjuhën shqipe. Një, dy, tre, apo shkojmë? Po shkojmë. Edhe caki po shikus, po shkojmë. Mirëmëngjesi ty që vëna ndjek në këto momente dhe ke lëshuar numrin 4 Klan Kosovën dhe po ndjek Shijen e anës. Jemi live këto momente edhe në kanalin tonë zyrtar shikues Shija e anës në YouTube. Like, follow, subscribe në rrjetet tona social. Të një qapo monona ndorë e vëlla. Diçka po zijet këtu në të nxere, ha? Hajde caki ta marr luben? Hajde. Ja, diçka po zijet. Kësi makarona s'keni po, ja. Si fjonga. Sot do të gatuajmë një pjatë, edhe pse jemi në dimër, por do ta kujtojmë verën, ha? Diellin, stina e ngrohtë, stina pozitive, një pasta verore që ka salcën e domatës, ka mozzarellën, edhe super tropikale, verore. Kjo lloj paste quhet pasta alla Sorrentina. Vjen nga qyteti i bukur i Italis, Sorrento. Në duar kam pastat më të mira italiane artizanale Garofalo. Kemi llojin mafalda korta, të shkurta. Kishim mafalda gjata javë më parë, tani i kthemi këto të shkurtat, ja. Janë si fjonga. Po e lë këtu. Knatësi që po takohemi edhe një epizod, knatësi që jemi edhe një të diel shikues. Kam knatësin që sot kam një super të ftuar. Ka vitet tona që nuk e kam taku. Mbaj mend ndoshta para 8 viteve 9, mos më shumë, e pata intervistuar në emisionin Jeta në KTV në atë kohë. Një person shumë të guximshëm. Fillimisht, para se të flas për të, dua t'ju falenderoj juve që çdo diel jeni me Shijen e anës, që çdo diel na ndiqni dhe na shkruani komente. Unë i lexoj të gjitha mesazhet. Falënderime pafund nga zemra që ju pëlqen ky projekt, sepse ky projekt realizohet me shumë dashni. Ciao Berto dhe Franke, faleminderit që jeni me ne. Ju që po dëshironi me renovu shtëpinë, e janë në Ciao Berto Made in Kosova dhe bleni produkte me çmimet më të mira në vend. Sot pra kemi pastat Garofalo, ku të përdorim edhe salsën Star dhe vajin më të mirë italian në vend, Monini. Flon Flower Shop, sot na e ka zbukuru studion me trëndafila dhe karamfila kemi prapa me atje të vjollce që po japin shumë jetë shijes së anës. Atëherë, se kjo është ju haru. Kemi ujin Tepelen, po më hidhet me shkum frigorifer me hap një uja. Uji më i mirë shqiptar. Uji Tepelen, rreth 30 vite në treg. Mos harani shkoni edhe në Argo Group, në Veternik e kanë showroomin me shumë pije, një shumë pije kemi marrë si vjet nga Argo Grupi. Çka do të pijmë sot me Evlianën, Evliana Berani,
do ta zbulojmë pak më vonë, ha? Ja, zbulova emrin, ha? Emër shumë i madh, emër shumë i rëndësishëm për ne shqiptarët, Evliana Berani. Gazetare, eksperte e mediave, tash mbi 40 vite, ai ka mbush 40 a 43, do të na tregoj vetë ajo kur të vjen këtu. Gazetare e para luftës, gazetare e luftës dhe gazetare e pas luftës. Ka qenë gazetarja e vetme shqiptare që ka marrë pjesë në varimin e së madhës, nobelistës e bamirësës me famë botërore, Gonxhe Bojaxhiu, në Nën Terezës, të cilën krejt bota e admiron dhe nuk e haron kur. Do ta kthejmë në kohë Evliana Beranin, por fillimisht do ta ushqejmë. Ndërsa tani shikues po futem në kuzhinën time, sepse o zot, makaronat veç na janë zi, hajta sot të kryjmë punë ma shpejt. Ja? S'ka shije, po tekstura, super tekstura. Po e lëshojmë shporetin, sepse është momenti për të gatuar pastat super tropikale italiane alla Sorrentina. Sot kemi tipin ma falde, po shkojmë me një reklam, po shkojmë me reklamën e pastave më të mira italiane në treg, artizanale, Garofalo. Dhe kthehemi më njerë për të gatuar super pastën që ju merr kohë hiç më shumë, hiç më pak se 10 minuta. Po them sepse unë i kam zi makaronat, kështu që një shpi pak më gjatë e lani salsën e tjerë, do t'ua shpjegoj shumë shpejt tani. Mos ndrani kanalin. Shikues, është momenti për të gatuar super drekën, e lehtë, e thjeshtë, e shpejtë, e shëndetshme. E kemi edhe hudrën, kemi borzilokun, kemi tomatën dhe dy lloje të djathnave. Do të gatuajmë pjatën e famshme të qytetit të Sorrentos së Italisë, pastat alla Sorrentina, nga edhe merr emrin nga ky qytet i bukur. Përndryshe si gjithnjë pastat më të mira italiane Garofalo, sot kemi llojin si fjonga, ma faldet të shkurta, tepër të bukra. Përndryshe na janë zi, ja pra, ca ke mundet me i marë, ja pra, i kemi al dente, na janë zi, janë shumë të bukra. Çka nevojitet për këtë recet? Unë harova me ble hudër të freskët, dhe ta përdori hudrën pluhur. Ndërsa ju, kur ta vendosni vajin në fërtere, të cilën do ta bëj tani unë me vajin më të mirë italian Monine, sepse kam shu shpërojtin më herë, do të vendosim pra pak vaj ulliri, ja, në këtë mënyrë. Ju shkoni me një thelb hudër, e leni për 1 minutë, derisa të zbutët të alçon aromën. Nësa dhe do të shkojmë me pluhurin hudrën, hudra pluhur, ja kështu, ta përzijem. Çka do të përdorim tjetër për këtë recet? Kemi djatin parmezan, djatin për mua më të shishëm italian. Kemi gjethet e freskëta të borzilokut, të cilat do t'i shtojnë ekstra shije kësaj pjate. Dhe pa tjetër që kemi salsën më të mirë të domateve të freskëta 100% nga Stari, përndryshe gjithashtu made in Italy. Kemi pak gjallë, do të përdorim. S'kisha përdor, po hajt mas je pas nëzira, pësho kur mësot njeri ju shikues me gjallë për një, do të vendosim edhe pak gjallë kështu. Dhe këtu kam një copë djath mozzarella, të cilën do ta prejmë në formë të kupzave, sepse gjithçka do të zhytet në këtë fërtere, por pasa do të na përfundojnë edhe në furrë për 5 minuta. Okej, gjalpa në është shkri. Momenti për salsën më të mirë. Italiane star, do ta vendosim ja kështu të tërë. Dhe do ta ngrisim temperaturën e shporetit. Okej, salsën e domates e kemi vendosur dhe me njëherë, pa humbur kohë, do të vendosim edhe gjethet e borzilokut, ja kështu. Cila do t'jep super shije pjatës sonë. Tani do të vendosim pak kripdete, ja, si gjithnjë të shijanës kripdete. Dhe ta përzijem mirë. Okej,
Tani ju që jeni në shtëpitë e juaja, në temperaturë mesatare, e mbyllni me kapak dhe do të talini salcën, nevojitet aromatizohet, kemi hudrën, kemi borzilokun për 30 minuta. Ne në emision vetëm 10 minuta, sepse s'kemi kohë, dhe pastaj do t'i zhysim edhe makaronat. Atëherë, shikues, ja, salca është gati. Ta përzije mirë, ja. O zë çfarë arome po vjen, no comment. Tani, çka do të bëjmë? Do t'i marrim makaronat, ja. Makaronat të cilat i kemi zi, ja. Ju thash është recetë që do t'ju shkrihet në gojë, do ta shihni deri në fund. Ja kështu. Ja, pra tani do t'i përzijej mirë, ja kështu. O zot, o zot. No comment, s'kom qare, pa e provua, hajde shikus. Ka bombardu. Si borziloku, ashtu edhe hudra. Atëherë, po e ulim temperaturën, 2 shpelon, s'po di që më ju thonë ma ndryshe, sepse janë gati për fur. Tani do t'i vendosi dorëzat, sepse është momenti që djathën e mozzarellës ta prejmë në kubza, do të bëjmë një kombinim. Pak makarona, pak parmezan e mozzarella, kështu do ta mbulojmë shtresa. Ja, pra. Atëherë jemi duke e pre djathën e mozzarellës në formë të kubzave. Ju thash një recetë tepër interesante dhe shumë e thjeshtë e shijshme, shikues. Nuk po e heqi këtë dorë se do të nevojitet, po e ndalim shporetin komplet. Kjo është një tepsi si pjatë shumë e vogël, shumë e lezetshme, dhe njerë mendova që t'i vendosi gjitha makaronat në furr në një tepsi të madhe. Por jo, vetëm tëftuare do t'ja lë këto, që do t'jetë tepër e bukur, kështu që një ide për ju, edhe kur keni mysafirë në shtëpi. Atëherë, çfarë do të bëjmë? Do të shkojmë me 2 shtresa, tani do t'a shihni. Hajde, ca ke? Ja, pra, ta marrim kështu. Ta mbushim, mirë, ja. Tani do të vendosim pak mozzarella, ja kështu. Ja, shkojmë. Dhe të vendosim parmezan, sipër, ja kështu. Nga pak parmezan. Dhe do ta mbulojmë sipër përsëri me makarona, ja kështu. Ja kështu. Dhe përsëri pak mozzarella. Krejt për fund, edhe një shtresë parmezan. Ja, pra. Atëherë, kjo është pjata alla Sorrentina, pasta alla Sorrentina. Do ta fusim në furrë në 180 gradë për 5 minuta, vetëm sa të na shkrihet mozzarella dhe pastaj të na bëhet edhe djathi bashkë me parmezanin krokante, një pjatë e bukur, e shijshme, e thjeshtë, e shëndetshme, shumë e shpejtë. Ja, ta fusim pa humbur kohë në furrë. Nga tjeta, ashtë për mu kja. Mi zhurëm. Fura. Ku është Ana? Mos mirë.
shikus po mërgoja ka shkusun, mës ma qenë furrën se po mi frish, po jo se jënë makarona shikus, nuk është pizza, ose Po ti ku ishe? Mirë mëngjesi, po si jeni e madhja e nderuara Evliana Berani. Faleminderit për ftesën, mirë jam shumë, edhe kjo aromë, po ndihem si në shtëpi. Si që ti e veçantë? Faleminderit. Ja kam gatuar shikus edhe një super pjatë të veçantë. Do t'a shohësh? Po si e pash? A e pove? E pash. Ja. Atëhere, po e mbyllim furrën. Wow. Një sekund. Ja pra. Wow, Ana. Wow. Evliana, eja këtej t'ludha? Mozzarella, parmezan, borzilok, huder, makarona që për veti, si gjyna, si shtina në fushë shikusere. Wow. Ja pra në qofë se do i kishim servu nga tenxherja, dhe ja dalimi pastaj, O, sa bukur si të duket, lazanja. Ana. Kjo është e jotja. Faleminderit, po ti ke durë të harta. Hajde vesh një provoje, hajde vesh një sa është nxehtë kanë. Sa është nxehtë, guxoj. Pia vjedhë shiku se dore një. Hajde, po ta vjedhë një, a bën? Ja, pra si është kri mozzarella. Ja. Një sekund, hajde. Se mure mozzarellën. Crunchy. A, crunchy, crunchy edhe, ja. Hajde! A më shen? Kuku. Ja, shkoj. Hajde, ta provoj. Shumë e mirë. Do të shkojmë i marketing shikues. Vetëm një reklam. Ban? Bon? Dhe kthehemi për me hangër, me Evliana Berani na, me gazetaren super të guximshme po e quaj. Mirë, kishë qenë më të me qenë shumë e nguximshëm nga një. Ama çfarë zonin e kisi vetja. Edhe zërin e ketë guximshëm. A e djenë Anton Qeta, i kishte një mesazh. Qika jam, ma mirë është 100 kopili se një trimni. E fuqishme. Marketing? Edhe kthehemi. Ty shikuze mos ndro kanalin. Mos qëndrani. Qëndrani me ne. Kemi sa me hangër. Wow. Rotulloje. Bala s'kom qare shikus pa ja vjetë një makaron që të gabovaj si shtina adho në furë. Hajta rotullojmë qëto. Shif, po mundesh. A, po mundesh, a Po, mund të mersh. Wow, po kjo se ka funden. A, peshe, ane ma bukur. Si në reklama, që për ta vjeti. Apa, Hajde. më knaqe. Hajde, se se shve. Hajde, provoje, o zët, s'ton kjo mozzarella. A e Top. mirë? Top. Po ne me, ti e gazetore, mos na bë qifin. Nuk ta bëj qefin. Apo dëm kritik. Po, Ta është diqka e citova Anton Qetën dhe nuk më korrigjove. e lam pas marketingut shikues. Hajde, Okej. si ishte ajo thënja? Thënja është, më mirë është 1 kopili se 100 trimni. Pse? Sepse Anton Qeta gjithmonë e kishte një shqetësim edhe një frikë që njerëzit me trimëri bartin pasoja shumë të mëdha. Gjë që po ndodh sot. Gjatë që E ka ditaj? Ka dit. E ka dit, E e. ka dit, po si se ka E, dit. ajo dash me qenë këtë kohë gjallë. Po na mungon shumë. Shumë po na mungon. Kemi ardhur në një pikë kur vërtet kemi nevojë për Anton Qetën, për një Anton Qetë. Shikues nuk po flas për pastat. Unë mozzarellën për veti e lash që shtu në pjatë. E thash më herët që Evlian, kur kemi do jemi mysafir, kjo është, nuk është pjatë, është një tepsi shumë e vogël. E ka pëllu, s'ka lidi. Edhe tash po ta prezentoj ty pjatën, kështu se tash me nxjerr me tepsi e me nxjerr mandej në pjatë, prishët. Po duket si lazanja, po s'o lazanja. Shumë e shishme është. Përme, hajt ha, stani. Po. Se kejtë hajnë në emision. S'po dine Liana me hangët. Edhe one po ha. Pëlqen, apo të pëlqen ideja e recetës. Se më tha gatu qatë dush.
Unë Ana kam shumë probleme me oreksin. Pse bre? Nuk e di. Nuk kam oreks. Ha shumë pak. Edhe vërtet duhet me qenë diçka shumë e shishme dhe aromatike që oreksit hapët. Kemi hudrën, kemi borzilokon. Edhe ato kanë qenë... A, pevrena, sa e ka blu në salcë. Të bëftë të mira, po vjen mira. A kjo ardhunt, kom thonë më ardhunt. Tani, tutto completo e pregadito. Tutto completo, të lutem. Besoj që uj pin. Edhe unë të gjithë tëftuarve i shërbej ujë në emisione, kemi ujën më të mirë shqiptar, ujë të pelena. Ajo ke po ambalazhin sa të bukur e kanë shiqaje. Edhe po më pëlqen që është në shishe qelqit. Shishe qelqit, kjo në ngjyra metalike, alipasht e pelena, malet e të pelenës besoj që janë aty. Dhe ujin dhe ujin e kemi në dorë. Unë pi shumë ujë. Unë të them drejtën komplet, kisha ndalu përdorimin e ujit në shishet plastikës. Pse s'po ndodh kjo? Po nuk ndodh, sepse sigurisht kostoja shumë e madhe dhe atëherë shumë nga njerëz nuk do t'ja delnin. Po mire kete. Nuk e përballojnë. Fol. Edhe një makaron së të sekundë. Po foli, po te piruni në pjatën time. Saki, aje ka merë, ajajaj, shife, Saki, kape, shkoj, Saki, shkoj. Jo, mos ma merë. Ja, wow. Fantastike. Na fali shiku se di që jeni unë, po emisioni Shija Anës është sa po ti hap një syt me ju unë tu. Edhe, me ju unë su dhe të setën. Wow, këto të mijat janë ftof ketë, për s'ka lidhja. Si nuk shostan peshti. Unë kom qenë 4 kg jam dëpsu. Për kondër kuzhinës. Po dhe, për sha, ku me ditë? Po kone fundit s'po ha shumë, sinqerisht. Unë e kom e lonë të qetë të hash, sepse kemi shumë për të bisedu pas drekës, kur kam një pyetje. Je e mirë në kuzhinë? Realisht 2 pyetje i kam. E para, a je e mirë në kuzhinë? Në kuzhinë jam katastrofë. Katastrofa, pas ki pas fat, pra që të kom gatë mësot. Apo më angazhan si asistent. Po why not, pse ju? Do është të kështu më shtotar oreksi. Po vëlla, nëse donë, hajde edhe zgjidhi një problem që e kam permanent. Hajde çdo javë të Shijanës. Çka mund të bëj? Ti veç me hangër. Unë e gatuj të ha. Hajde ushqeu. Diku në qash. Po, diku në qash. Të bëftë të mirë knatësi për mu, që po të pëlqen. E mira. Yes. Pjata jo të preferuar? Po, pasta tja, makaronat. Po, që makaronat kom bu sot a përshe? Tash mu kujtu shikus. Tha bëhem pasta, po jo gjata, tha. Jo shpageta. Jo shpageta. Pse? Makaronat i du. Nuk e di që kam duken shumë artificiale, bre. Gabim, bre, je. Shpagetat. Jo, bre, se kanë ato një ceremoni ciljes, trotullimit të mpiru. E du ushqimin tradicional. Edhe unë. Flia. Në shkrin. Turshit. Koha turshit. Në shkrin. Edhe mu, edhe ajvare. Krejt për shkri kanë shikus. Do të lëmë të qetë me hangër. Po na shojnë shikuesit, po na shë diaspora. Edhe ata i kemi rriti për shumë oreksin të momente. Me fjallet të tua, sepse do të shkojmë me një blok marketingu dhe të kthehemi, jo me një blok, me disa blok që shikues, dhe kthehemi për të bisedu, të realizu një intervist për ty, nuk kemi takuar, mund të temë rreth 9 vite, nga intervista e parë dhe e fundit së bashku. Ka 8 vite, sigurisht. Ka 8 vite të mira, wow, koha po fluturon shikues. Me fjalët e tua, ta gatuaj në shtëpi sot apo jo, ja vlen ta fusi në meny këtë pjatë dhe kthehemi për me u kënaqur. Ja vlen. Ja ku e ke kamerën me fjalët e tua. Përfundimisht ja vlen, sidomos nëse keni problem me oreksin, siç e kam unë. Është diçka e lehtë, e shpejtë dhe shumë e shishme. Ja, pra.
1, 2, 3. Shikues, mirëmëngjes edhe një herë gjithëve kado që po na ndiqni këto momente. Kam kënaqësi që pas 8-9 viteve, që jemi taku, si jemi rastis masën qytetas, hiç unë po çuditna si me jetu në një shtet tjetër. Në dy planetet Në dy planetet të ndryshme, por jemi ndoshta edhe me një lagje, nuk e di që jemi, pak shaka se si jemi me një lagje. Pra nuk kam dhe kënaqësi që sot gatova për super gazetaren e guximshme. E kam thënë në intro, gazetare para luftës, luftës dhe pas luftës. Si që të thash më herët, si vetë që je e guximshme, ashtu e ke dhe zërin e guximshëm. Nuk e di pse më ndjek mu ky epitet e guximshëm, po çdo gazetar duhet jetë i guximshëm. Po jo të gjithë janë të guximshëm. Unë kujtoj se janë. Do shta po idealizoj profesionin e dente. Njerë gazetar, ta njetën gazetar. Njëherë gazetar, të njetën gazetar. Edhe one që sa vite e mlisë shikus edhe një vjetë emisionit Nuk të shkut është E jemi futur në vitin e 4 të shijes. Shijanës i mbush 4 vite në prill të këtij vite. Edhe befasona me vetën. Thëm hajtë edhe një sezon, po s'po muj më shkëput. Unë e kam tentu, kam bash shumë përpjekje. Kujtohet në vitin 2001 isha shumë i lodhur, pas krejt të ngjarjeve dhe vendosa që të shkoj në Timorin Lindor, për OKB-n. Timori sa po kishte dalë edhe ai nga lufta, shkoj, hy në zyre, duaj me unë nënshkru kontrata, jo, thot, ti duhet në televizion, kemi nevojë diken që ta nis emisionin e drejt për drejt, programin e drejt për drejt. Është jo, unë e ika nga televizioni. Jo, nuk diskutohet. Edhe mbretëm një kompromis, 50% kohës që ta ndaj, që ta ndihmoj median, dhe të punoj si gazetare, redaktore, ku e di unë producente, 50% kohës isha në atë zyrën politike të politikave dhe të komunikimit. Po nuk shkëputesh dot. E vërtet, po, shqyqyr që je e fort në asvare, unë thash, intervista e parë dhe e fundit me Evliana Beranin shikues para 18 viteve, që aty pas ka ngell koha për ty? Nuk kisha thënë. Po, ti po të kibu kilogram, po hajde gëzuar. Kam humbur shumë. Unë me krombë e kolla, e kemi qenë e kollës dhe portokallit po Evliana ta kur s'ka pipijet gazume, ndërsa Evliana gëzuar me ujin të pelem, ta mbushit tani. Si është të mundër që s'ke pi kur pijet gazume, shumë bune për Nuk i du. Unë e thash 2 herë ose 3 herë sot në brenda emisionit që kam kënaqësinë që të kam me të vërtet, jam e ndërume që ke ardhur Shijanës, faleminderit, po duke shumë bukur. E këto me të sytë të këto roza, i ke shumë bukura. Po i marrin sytë po vizllojnë shikus. Po tash Ana, ti insistove, unë nuk është fort që i kushtoj rëndësi, bijuterisë dhe veqës. Jo, ma mirë në angit. Madje më fute edhe në fustan, vetje në pantolona. Edhe bata vlam fustan. Po s'di diçka, tash me Evlianën, po shkoj sot në sektor ma serioze. Shumë ngjarje, shumë momente, shumë takime Evliana Berani me personalitetet të ndryshme. Kam thënë në intro që je vetmja gazetare që ke marrë pjesë në varimin e të madhës sonte të paharuarës. Nën Tereza. Nën Tereza, Gonxhe Bojaxhiu, ke qenë atje në Kalkuta të Indisë. Kam lexu intervista ku ke thënë që nuk e haroj kur atë moment dhe ka qenë një moment i madh jo vetëm për ty, po edhe për Kosovën, për shqiptarët, sepse ke qenë vetmja gazetare atje dhe miku zëri shikues më falni. Shiko, ajo ka qenë një moment ku unë kam ndje vetveten shumë të vogël. Shumë të vogël, shumë të padobishme, të paftë me u sakrifiku. Dhe thëtë, kur përballesh me veprën e Nën Terezës, kur shef ku Nën Tereza ka futur duart, kende ka ushqy, njerëz me leproz, njerëz me smundjet ndër matë ndryshmet, matë vështirat. Ajo ka një zinxhir, spitalesh, ambulancash, e ka edhe shtëpinë ku vdiset. Dhe thëtë, ka mbledh njerëzit në rrugë të cilët ishin në prag të vdekjes, që t'u ofroj mundësinë që ta keni vdekje të dignitetshme në ambient të mbyllur. Vërtet më zhduk vetja një zero. Nuk jemi të vedishëm shpesh. Çka do të thotë të jesh një humanist i përmasave globale të kalibrit të Nën Terezës.
Jemi me fat që e kemi pas. E jona. Jemi me fat që e kemi pas. Ko i shqip tanë, thojnë e jona, i ke pa? Po se cili luftan të përvecoj, po okej. është diçka që nuk përvecohet. Ajo e ka ndihmu gjithë njerëzimin, ka qenë shumë më e madhe, shumë përtej gjithë konstrukteve artificiale që historikisht po ndërtojnë në popuj, në shtete, në njerëz, në religione, dhe ka qenë një gru universale, për mua inspirimi për jetë shumë. Qëfar zoni ki të shtert radiofonik, o zëtë? Ma e mira janë radio këtë në gjema? Nuk e di, mati s'kam punu në radio. E ti që s'ke punu, po dikur, ta dëgjoni me dhe zërin në radio. Unë kam preferu gjithmonë shkrimin, nuk është që kam dasht kamerën, ose mikrofonin, por dikon ishte viti 2-3 javë para bombardimeve, kur më bendën se duhet të shkojmë Prag, që bashkë me 2 kolegë të mi ta themelojmë Radio Evropën e Lirë në gjuhën shqipe, dhe mezim kanë bindë. Shumë kam rezistu, por ishte një periudhe randë, të sigurisht e mbanë mend, ana 20-50% e njerëzve ishin në mal, nuk kishte ma mundësi të distribuohet gazeta ose të lëshohet televizioni, njerëzit rinin me një tranzistor në vesh. Dhe aty nisi ajo karriera ime shkurt. Hajde edicioni parë, hajde me Radio Evropa e Lirë. Edicionin e parë. Hajde, kinë se jemi, që që ke drejtu qytetarëve? Që haj kishe e kom tranzistorin në shikus? Dëgjues të dashur, kudo që jeni, mirë mbrëma. Është ky emisioni i parë i Radio Evropës së Lirë në gjuhën shqipe. Më rënqite. Me të vërtet. Shumë momente në karierën tënde, më i rrezikshme që ta rrezikonte edhe jetën ty, po ti isha atje, sepse të thash ke epitetin e të guximshmës. Nuk kam qef kur më identifikojnë me këtë epitet, po ka pas shumë. Një, që se haron kur. Që ta relaksojmë. Arrestohem unë dhe Valentina Saracini. Ko i shikja ime. Okej. Do të mi gatu edhe Valentinës një dit. Po. Arrestohemi të dyjat, ishte një ngjarje diku në një fshat të komunës së Suarekës. Situata ishte shumë e tensionuar. Prietum gjana shumë të këqija brenda stacionit policor. Dhe po e tregoj veç epilogun, se s'po du të ndalem në gjërat e këqija. Po, ta mam puna. Kur dollëm në një sekund, veç e kemi pa vetë vetën, si 2 lecka, kështu na i kanë hedhë çantat në duar, edhe gjërat, letrat, kasetofonin, lapsat, mbi, edhe hajt. Veç e kemi pa vetën në mes të rrugës, dhe fillu me qesh. Nuk dishim apo qesh stresi e friga, por du të them që çdo e keqe ka edhe një anë të mirë. Nuk ka të shpresa vdes e fundit, edhe qenjet njerëzore mbjetojnë, janë gjithmonë taftat të i kalojnë situatat. Ka pas situata kur kom ndodhë në mes të shkëmbimit zjarit, jo veçon, me shumë kolegë të mi, kryesisht të ndërkombëtar. Ka pas situata kur është gjujtme me armë zjarri drejt meje, por është shumë e çuditshme. Sigurisht ti e ke ndi këtë, edhe besoj që secili gazetar e ndin. Në ato momente është misioni ai i cili po dominon. Do thotë fare nuk mendon për shkakun dhe pasojën, çka mund të ndodhë, a je apo nuk je i rrezikuar. Mendon qysh të shkajsh dhe ta sjellsh informatë. Që më ktheve në kohë. Duket që kam ka mbajt. Ti ke punu në teren dhe e kuptan Po që më ktheve mrapa, kur sa haroj, kur kom hin trepç, e flakës nuk i kom tregu. Dërsha të bojnë histori interesant. Kur kom hin trepç, aty s'ka fobia, bëjtë në tokë, terë, avulli, e veshur. Kur jam kësim këtë dhe, pse e futën trepç? Pse ki reziku, kom të shë bojnë histori interesant. Unë e kujtaj këtë situatën me Valentinën, tragjikomike, është vërtet. Dhe thëtë, ne ishim në mesin e një terrori psikologjik,
kishin kap një tri edhe torturanin, dhe të thëtë qëllimi ishte që ne të vehemi, dhe në gjithë atë rëmuj, e di që jam këthy edhe kam pyti në orën sa e ke emisionin se mu dukë se po vonohemi. Gjithmonë në situatat të këqia njeriu me ndonë për një përfundim pozitiv. Ashtu. Edhe kjo e mbanë, sidomos e mbanë gazetarin, dikur kjo shëndrot edhe në një lloj deformimi profesional. Në vërtet. Po nuk është që është diçka e veçantë. Unë besoj që se cili prej nesh ka përjetu gjana tilla. Kurse kemi pas vete në plan të parë, gjithmonë ka qenë në plan të parë, njeri ose protestuesit, ose luftarët, ose viktimat, ose familjet që ballafaqoheshin me çka ballafaqoheshin, dhe thëtë në ato momente nuk mendon për rrezikun personal. U kënaqë atë dëgju. Atë faleminderit. Edhe shikus. Më ke fut kështu, paramoni shikus unë jam në punë. Imagjino ata që sa po janë zë. Po shpresoj që e shijojnë këtë emision. Sa mirë që Prandaj s'po kam dëshirë me fol gjanat këqija, të flasim diçka ma festive. Tani, gjithsesi. Po sa mirë që më kujtu me të ftu, s'të kom taku moti. Moti nuk kemi pa, në? Unë nuk e di, po më shkojnë vitet, po më fluturojnë vitet. Vrejve që ashtu. Edhe nuk po e vrej që kam 5 minuta kohë, as për familjen, as për miqt, as për vetveten time. Edhe pse i kemi rrjetet sociale dhe i shohim në foto dhe shkruajmë për disa fjalë dhe hajt kinse kemi po. Ajo po na mashtron. Ajo është e çuditshme, ka ndryshu, ka ndryshu sjellja e njeriut. E vërtet. Nuk është veç diferenca në gjenerata, do të thotë edhe ne pak më në mosh, edhe ne jemi transformuar shumë. Po edhe është një jetë dinamike. Patjetër. Është vërtet është jeta dinamike. Po ka dëshirë me dëgju halo, hajde. Personaliteti, personazhe që ti thu, sa mirë jetë edhe knatësi. Që unë ja kam zgjatë dorën, e kam taku, e kam intervistua, po... Hajde, me cilën intervist? Hamza Jashari. Ishte aty edhe Ademi. Hamza ishte 97, pastaj 8. Edhe pastaj s'kam. Hajde na trego. Dhe pastaj një fillim i ri. Joe Bideni, ish presidenti Amerikan, në kohën kur e kam intervistu ka qenë senator, Elliot Engel, Rugova, Albini, të gjithi kam intervistu, nuk është që Bajdalina. A këthejmë të Hamza, të indjeri, po më intereson. Ku ishte intervista? Në shtëpinë e tij. Ishte në kullën e Jasharajve, me 20 janar, kur ndodhi sulmi i parë. Në fakt i pare, në familjen Jasharajve kishte ndodhë në 92-shin, nëse zgabaj. Në 92-shin? 92-shin, pas ishin këthy prej stërvitjeve që patën bajt në Shqipëri. Por kjo ishte sulmi i pari para luftës. 20 janari, 98. Çka mbajnë mend nga jo intervist? Na zbulo. E mbajnë mend nanën e Ademit edhe Hamzës, edhe Agjen Shaban, babën e tyne. Më thoni mbajnë mend prind, edhe ata kur nuk do t'i haraj, sepse ishte ndjenja emocioni prindit. I mbajnë mend fëmit. Se pas sulmit unë shkova, do të disa orë pas sulmit, fëmit, nana e Hamzës edhe Ademit ka qenë shumë e trishtume. Se kishte brengën e saj, kishte brengën e fëmive, mënyra që shaja përshkruan krejt atë situatë, si i ka mbullu fëmit, i porosit shtriune, mësë qani kokën i mbulon me ku e di unë jastëka e tjera. E mbajnë mend atë emocion, ka qenë aq i fuqishëm sa unë pastaj prej aty, kur kam hyrë në kull,
unë isha shumë e acarume, edhe unë u konfrontova pastaj me pjesën e ushtrisë. Po e mandej po thu mos më thuj e guximshme. Se më dhim se shin gratë dhe fëmijët. Dhe Hamza ka qenë figurë markante. Dhe ti po frigohesh, se unë i them, shika, unë nuk dalë prej shtëpisë, pa i marrë gratë edhe fëmijët. Jo, çka dani bani? Shumë kam qenë i lëndume prej, se ka qenë një gru e madhe. Një gru... Shika, unë i kujtaj që shoqërinë shqiptare e majnë gratë. Janë shtylla e forcës, e fuqisë që ja japin shoqërisë, janë shtylla e zhvillimit. Tani jetën, sa herë kam shku në për teren, në vendet të ngjarjes, mu më ka mahnit fuqia e grave tona. Gratë dhe qika tona janë, seriozisht, unë kam raportu dhe prej shteteve tjera. Nuk ka. Si tonat. Sinqerisht nuk ka. Dhe të thëtë, janë shumë të forta. Edhe që je shumë e forta. Edhe janë shumë të menqyra. Hajde gëzuar. Gëzuar. Ta shta ndrojmë pak temën. Faleminderit që na ktheve në kohë, dhe na edhe një detaj sot në emision, që unë se kisha ditë, pas shikuesit. Na emocionove. Eksperte mediave dhe gazetarisë. Çka të them? 2 vite, 3 vite, sa tu kam Po bo? mbi 20, isha 20 vjeqare. Mashallah, 20 vjeqare, e re, lozonjare. Çka të kam Mbi suki 20 vite. Çka të kam suki profesion? Ky profesion më ka mësu që nuk bën të dorëzohemi shpejt. Duhet të abstrahojmë vetë-vetën dhe sa herë kemi dikend përpara, duhet të fusim vetë-vetën në këpucë të personit që e kemi përballë. Nëse nuk kemi aftësi që të kuptojmë botën e tjetrit të cilin e intervistojmë ose me të cilin bashkëbisedojmë, ma mirë është të tërhiqemi me kohë, sepse ndodhin keq kuptimet shumëta, të cilat pastaj po replikohen në masë. Dhe në momentin kur po replikohen në masë, e keqja po e merr udhën. Shkaktojmë lëndimet të shumë feshta. Unë e mbaj në mend një situatë, ka qenë një vajzë e re, ti ndoshta e den, ishte 17 vjeqare, Elfete Humolli. Ajo është vrarë në demonstratat e vitit 1988. Jo. Unë isha në Lupq. Okej. Edhe kishte protesta në gjithë Kosovën. Lupq është komuna e Podujevës. Shkoj, futem në atë familje, bisedoj edhe shifshaja nuk përqëndroj. Si me ngut që ti bashkangjitet demonstruesve ose thjesht veç si shikuse nga distanca të shaf. Po du të them si është jeta. Dal. Isha me fotoreporterin, e kap plumin. E fusim në vetur, ne me njerë me vetur të rilindjes, vrap pas veturës në spital, atëherë ishte Bujar Bokoshi, ende, do me thonë, po flasë për 88-ën, 89-ën. Dhe doli Bokoshi, tha, ndrajet. Prej momentit kur e morëm lajmin që kjo ndrajet, dhe momentit parë, kur unë e takoj, dhe flasë për shkollën, me te. S'kishte kalu një orë e gjysë. Unë pastaj kthehem në familje, do të thotë 1 apo 2 ditë më vonë, dhe nuk jam e sigur që kam qenë në gjendje me kap pjesën emocionale edhe psikologjike të prindve ose familjarëve të saj. Pastaj ngjarjet njena pas tjetrës, kur ti nuk ke mundësi me u kthy. Do të thotë çka unë kujtoj është shumë e rëndësishme, është e rëndësishme që mos të ndalemi dhe të raportojmë vetëm një rast.
po duhet atë rast ta trajtojmë në vazhdimsi, që t'i shohim pasojat, që t'i shohim rrethanat në të cilat rrethi primar po e zgjajmë në këtë rast. I Elfetës, në për çka kalan, si mbjeton, ku janë sot. Se ajo e nxjerr një kontekst, jo vetëm të rrethanave çka ka ndodhur, por edhe të rrethanave cilat janë pasojat. Te ne kam përshtypje në këtë pikë, ne gazetarin, mbase për shkak të dinamikës, mbase për shkak të pafuqisë financiare, mediat janë të pësu rënje, është krizë financiare. Kanë ndru edhe po, që janë në garë, në rjetët sociale. Mindset-i i mediave, ajo, koha e klikimeve, koha e budallakinave. Por ne po i mbesim vazhdimisht bërgjë, shikuesve, lexuesve, dëgjuesve, me trajtimin e tematikave që flasim për pasojat. Dhe thatë, ne rrëfimin, në shumicën e rasteve, po e ndalim aty kur ndodh një tragjedi. Nuk shkojmë me analiza më të thella më pas. Dhe kjo është këputje, kam përshtypje që është shumë e damshme. Sepse sjell njeriu në një situatë që t'i përsërit disa veprime dhe gjëra, pa reflektu shumë, pa u ballafaqu dhe pa i pa pasojat që një situatë e caktuar mund të sjellë. Sot jemi në epizodën e 131. Të përgëzaj. Faleminderit. Qëndrueshmëri. Bravo, mashallah, po them. Dhe asnjëherë deri më tani, në këtë episod s'kam pas intervistë të tillë. O po m'vjen keq, Jo, mu po m'vjen mirë. Jo, është ndryshe, Okej. Është ndryshe, është emocion, është krejt diçka tjetër. Kush të ka me të pikë që se ke intervistuar ndë? Këtë do të doje? Që është gjallë? Këtë do të doje? Dhe pse do të doje ta intervistoje? 2 pyetje në një. Kë dhe pse? Clintonin. Unë e kam qenë pjesë e fushatës së tij, pjesë e ekipit të gazetarëve kur Clinton merr mandatin e dytë. Dhe do thotë kemi qenë atë grupin primar të gazetarëve. Tankon kemi qenë pranë dhe afër i gjatë fushatës. Dhe si ndodhi që nuk e kam intervistu, nuk e di. Qysh bre se ke intervistu Nuk e di, nuk e di më ka ik, dhe të thotë. E si di? Më ka ik, se mundësit ishin shumë. Shika, tash është tjetër, po në atë moment, ne ishim, kjo është para luftës, po flasë për vitin 96. Në bashkësinë ndërkombëtare, gjithnjë e ma shumë potencoi fjala luftë. Fjalë të cilën natyrisht unë e urrej. Kurse urren? Unë sot e kësaj dite nuk e besoj që bashkësia ndërkombëtare ka mujt. Jam shumë e sigurt që ka pas mundësi me zgjidh problemin e Kosovës dhe jo vetëm. Edhe pa na fut në luftë. Pa u fut në luftë. Okej, në qoftë se do ta intervistoje në atë kohë të madhin Bill Clinton, cila do të ishte pyetja e parë? Pse nuk po ndërhyn, por po e pret të keqen që të ndërhyhet. Okej. Kjo është pyetje që më ngryen nga brenda. Se shiko, 16 luftat kanë ndodhur prej kohës kur ka ra muri i Berlinit në kontinentin evropian. Dhe bashkësia ndërkombëtare plot gojën e ka prevention diplomacy, diplomacia parandaluese. Në fakt s'keni parandalu asgjë. Aty janë der miliarda e miliarda në shuttle diplomacy, takime, këtë lider, atë lider, por epilogu janë luftat. Do të thotë nuk mund të flasim për suksese që ke ndërhy kur e keqja ndodh. E suksesshme është storja kur ti e parandalon të keqen me ndodh. Pajtona.
Po na shohin shumë shikues tani ja cakin e kemi me Ronin, sidomos diasporën e kemi me neve të djelave. Sa ta na ndjekin edhe një YouTube, bravo, edhe na shkruajnë. Çka po ju thu diasporës këto momente, je në rolin jo e mysafires, po je në rolin e gazetares këto momente, je një gazetare. Diaspore dashur. Me këtë kamerë. Shumë shpesh kemi pas rast me u taku. Parat 9 vjetave, të 9 vjetat dhe tash më vonë. Gjatë viteve të 9 vjeta, në Zvicër, në Gjermani, nuk ka pas banaf, stacion të autobusave, apo pompë të benzinës ku punët më të vështira i keni punu ju. Viteve të fundit, fëmijët e juja në bankat botërore, fëmijët e juja në kompani shumë të mëdha, fëmijët e ju i kanë biznese shumë suksesshme dhe kur në asnjë qas nuk i keni haru, nuk i keni lanë anësh empatin për ne këtu. Unë jam përjetësisht e falënderuese. Për diasporën shikues dhe për Evliana Berani që kam një dhuratë këtu. Unë e respektoj shumë, edhe e du diasporën. Pa tjetër. Sepse e di... E di, vazhdo, e di, se po të dëgjoj. E di sakrificën që njerëzit në diasporë e kanë ba për neve. Edhe për Kosovën, edhe vazhdojnë të jenë prezent. Nuk po flasë vetëm për emitenca, por edhe në sa raste, qindra raste, ju kanë gjindë njerëzve në nevoj, për çështje shëndetësore, për çështje mjekësore, për punë të familjeve, punësimin e antarëve të familjeve të varfuna. Nuk jam e sigur që ne po a kthejmë sa duhet. E vërtet, pajtonë. Nuk jam e sigur që po a kthejmë sa duhet. Madje unë shumë rand po e përjetaj kur me raste shoh që aty këto rjedhë ndo një fjallë ofenduese. Unë veç ua heki kapelen. Prapë duar të rëkike, diaspora. Unë veç ua heki kapelen. Sa mishë të ftova, bre? Knatësi. A, shumë kom rezistu, se nuk e gjejsha vetën në këtë formë. E pa të dhe grim. A veshe qarë format i mirë? Shumë pa e mderit, po shumë simpatike. Jo, në asë një mënyrë. A veshe që ke letë? Letke. Letke. Nga Argo Grupi, ke një sangria me të andreqë notën sonë dhe kur shkon shpe. Ja, ke një pije spanjole. Tu bov gjak. Knatësi që ishte të Shianës, knatësi që të gatova. Dreka ishte mrekullueshme. Faleminderit. Për gëzaj, për shkatësit që i ke në kuzhinë. Ne i dikon. Hajde ndo një ditë dhe të une pak. Pa tjetër, po. Të fillaj, kus është vonë të mësaj? Po, bashkë, ta mësoj që të pasta, po e shenjë YouTube. Ha përshë harova me more mend, harova me kësi këtë orën e zallit. Hajtë kthejete. Orën? Po, hajtë, kthejë orën e zallit. Kur është e orën e zallit? Qëka me ndonë? E kuptaj ma përkujtan. Ma përkujtan sa të bresht jemi, edhe sa të përkakshëm jemi. Edhe më zemran me raste, pse nuk e shfrytëzojmë që jetojmë, po ja shkatrojmë jetën njëri tjetrit. Ku farzoni e kia? Vala e ki të shtërt, më të shtërt mirë. Shikues, përfundoj intervista, me jopë, gjdo ditë ka një intervist me ty se ti ke shumë për me na folë. Ka që ishin minuta? Të faleminderit Ana shumë, isha vërtet e nderuar. Sinqerisht po. Ko ka mërdhi pak. Tha e ki në zetë, thash unë e në zetë u kolla, kjo tha unë dhe e kom shumë. Unë e narë. Pak i pas ka duar. Të shkoj me blogun e fundit marketingut, unë të ftoj që bashkë ta mbyllim emisionin. Ta mbyllim bashkë? Hajde mbyllim, pse jo? Ta mbyllim bashkë, shikues, më së ndroni kanalin që ndroni me Klan Kosovën dhe shijen e Anës. A kalove mirë? Kalova fantazi. Që, ma bën qefin prapë. Jo, nuk ta bëj qefin. A je sigurt? Shumë e sigurt. Kemi nevoj për momente edhe të relaksimit. E vërtet, ama ti edhe na emocionove sot.
E prit Po më provokove. Po më pëlqen, pas na ditë me provoku shikues. Atëhere, ke një dhuratë nga Ciao Alberto, ulje 20% çka do që blenë në Ciao Alberto, dhe 25% nga Teknika Franke. Por nuk mbaron me kaq. Këtu i ke makaronat, këtu ke dhuratë, keni moninin që të qenë ka një lepak të hekim, ke salsa e tjerë. Ti zdirë me gatu e ka edhe orizin e ke për risoto. Shika, nuk është që zdi, gatuaj, po jo kështu si te. Aha, me rëndësi, unë s'po me që? Jo, unë që jo. Dhe ishte me thonë diqka? Dhe ishte them që më vërshove me dhurata, moj. Pa tjetër, moja, i tilë është emisioni me mujtë dhe shpit kisha jetë. Po, s'ka mundësi për shpit. S'kemi mridër i aty shikues. Të fajmë derit. Ana ishte knajtësia dhe ishte nder. Që mëftove dhe besaj që gjatë 10 vjetëve të ardhshme të takohemi pak më shpesh. Ja, se Leona me 10 vjetë, po sot e djelë, nesër e hanë, nesër do të pim kafe. Në regu. Adem se shikus. Po e korrigjojmë. Adem që shënë zona për me pi kafe nesër. Se nuk i hangër këtë makaronat, se realisht nuk i kisha pregadit aty në tepsi ma shumë, dhe adem qka, po ta mbështile me foli. Haja në shpe, shihemi nesër pim kafe. Dhe ma këthen pjatën. Po, edhe e lonë edhe ma këthen edhe shihemi kështu. Vesh, a me disa sekonda. Faleminderit Ciao Alberto Franke, uji të pelen, uji më i mirë në treg. Nga Argo Grupe, ku jeme produkte tjera të pije, sot kom pije në Kronbacher me shijen Cola Orange, dhe sangrin të vazhdurat e ke atje. Faleminderit. Qa kemi tjetër? Flom, sa orë që jep jetë emisionit shikues. Jetë jepni edhe ju emisionit duke na ndjekur e duke na shkruar dhe kritikuar. Faleminderit që jeni me shijen anës çdo të djelë. Faleminderit që jeni me Klan Kosovën dhe faleminderit që i pëlqenit të ftuarit e me. Çdo të djelë, unë kam komentues nga diaspora, nga Kanadaja, Zvicra, Gjermania, gjithandej që më shkruajnë bravo musafiri, sa mirë ki gatuana, kështu, të me thonë komplimente e komente të gjithanshme. Ta dini, nuk po duket veç bukur, po vërtet ishe shishme. Shumë faleminderit. Komplimente për ushqimin. Nga loqka e shpirtit zemrës, me sinceritetin më të madhe Vliana Berani, që je jam i madh, unë me të vërtet jam dje e privilegjuar që kam intervistuar pas 8 viteve, ishte një intervistë të shkurt, me ty duhet me qenë në një vend, me 2 drita, me 1 dritë, edhe me bu një dokumentar me ty. Do shta vjen dita në të ardhmen t'i kthejmë atyre intervistave më herët që i kom pas, po ta pasat për X-in, kështu që u bëfsh 100. Falenderit. Edhe falenderit shumë që e vlerësove ftesën dhe më respektove. Po ta them kështu. Shana, vazhdo të shpërndajsh optimizëm, të gjithë kemi nevojë për optimizëm. Vazhdo të promovosh gjëra pozitive, ushqimi, se shpesh e abuzojmë me vetveten, po e harrojmë vetveten dhe nuk i kushtojmë rëndësi gjërave që në fakt janë esenciale. E vërtet, po lidhem këtu, shpesh e të më shukus shpejt, unë thema për para jemi në gjendje, ta blim një fustan 30 euro, sa ta hajmë një drek, usht, trajt, koka, po shkepim ma një burek. Okej, bureku i mirë është po? E vërtet. A mu ime të përshafu? Hajde. Knatësive dhe njerë se të kota, edhe nesër kemi me pi kafe, edhe po ta shti krahë më shto, shikohet rak. Edhe po e përshëndesim, Vliana Berani. Faleminderit. Shihemi javën tjetër.